baklava e ka vendin e vet, çaja vjen komplet gone. Kështu që pa baklavë Çto? Pa baklavë ndoket që s'ka bajram. Ama veç edhe vezet e fshatit sigurt e bojnë baklavën. E bojnë të vetën, absolut. Tash të lyp telin, ku me gjithë gani atë tel që s'ka tel. Hajde, bismillah, vale. Sta pak kryp për hiri tani. Unë e gane, është tira parë që sigurisht që gatujnë para shikuzve, po kam edhe një telashe edhe në shtëpi. Tepër shpejt gatuj, as nuk i konsideroj këtë punë të gatimit, po kur vjen dikush edhe 3000 kryet këshyr, hiç s'kom qef. Si komision kështu. E sot po ndryshon komplet. Atë shohim që s'është kërkush. Po, patjetër, ashtu E kulisht kemi mi bo bashkë edhe ashtu, tash të shohim kush picën tirat më mirë. Adrenica Ana Morava, megjithse kogja ma asimilu edhe. A di çka du me thonë, për mja hek pak gajlen, për mja hek pak gajlen shikuzve dhe këtë atyne që gatujnë. Sado që i merë ko me i centirat, a janë të rëmbullakët, a janë të mirë, aty shjanë. Kur në fund pjeket e të halë baklava, kërkosh nuk ishe petat që shjanë, po e shjanë. Ama neve kanë nënaj pa dhe petat edhe kulisht. A di që A dikun mu i banë... djemë me montaj, mi marë dikun do kulisht që janë ma mirë kështu të... Nuk besoj që ka nevoj. Forma ma e mirë edhe ndë. A marë qëto me sitë kështu? Mjellin a qëtë qështu... Me qenë se mjellja është i situ, nuk besoj që ka nevoj. Nëse do me ta bo qefin... S'pe bëj pa la. Jo, sa për qef në regull njëna. Unë ndërkohë komplet me bo do lëngë me speca për iftar. Se në Ramazan pa lëngë me speca dhe papital, nuk mujna kështu bismillah me bona si njerës të shpis. Tani gradualisht i hedhim edhe mjellin, po jo kështu me njëherë, po gradualisht. Më duket për 50 veta këtë ullë baklava vale. Një javë na me mujtë me të hëllu heq. Hajde, bismillah. Si janë nisin tani më thojnë që dhe me ditë ganja e... Mbule e pecive me mjell, përzi pak në ndaj prapë shtem. Tash në thot në i kush po përdorin barbarizma, s'pi thojnë pluhur për pjekje. Palana i në mësu bre peciva me i thonë, kështu që okej, pluhur për pjekje. A është përkthimi adekuat pluhur për pjekje, bashko mu interesu.